Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku emocionet shpesh përzihen me strategjitë dhe rivalitetet e brendshme, një nga episodet më të tensionuara dhe të diskutueshme u zhvillua mes Londrimit, Klodit dhe Elionës, duke treguar qartë se xhelozia dhe ndjenja e pronësisë emocionale mund të jenë një element shumë i fuqishëm brenda lojës. Incidenti filloi kur Londrimi, indikuar nga ndjenja e xhelozisë dhe perceptimit të marrëdhënies së Klodit me Elionën, i kërkoi Klodit të ndërpriste lidhjen e tij me Elionën, duke thënë se nuk duket mirë me të. Kjo deklaratë nuk ishte thjesht një këshill ose një koment i rastësishëm, ishte një përpjekje e qartë për të kontrolluar situatën dhe për të imponuar një vizion të marrëdhënieve brenda shtëpisë. Xhelozia e Londrimit është evidente dhe tingëllon si një emocion i papërmbajtur që ndikon drejt për drejt mbi marrëdhëniet ndërpersonale. Ai nuk është vetëm i shqetësuar për mënyrën se si duket lidhja e Klodit me Elionën, por gjithashtu përjeton një ndjenjë të thellë pasigurie dhe konkurrencë emocionale. Në këtë kontekst, kërkesa e tij për të ndërprerë marrëdhënien nuk është thjesht strategjike, por një reflektim i ndjenjës së tij të pronësisë dhe xhelozisë, një përpjekje për të rikuperuar atë që ai ndjen se po humbet nga ana e Klodit. Kjo kërkesë është e vështirë për t'u përballuar. Ai ndodhet mes dy presioneve, dëshira për të qenë i lirë në ndjenjat e tij dhe presioni emocional i Londrimit, i cili nuk e fshet xhelozinë dhe shqetësimin e tij. Kjo situatë krijon një tension të dukshëm dhe një dilemë morale dhe emocionale që nuk është e lehtë për t'u menaxhuar brenda shtëpisë. Eliona, nga ana tjetër, nuk është thjesht një pjesë pasive e këtij konflikti. Ajo përjeton presion dhe emocion të dyfishtë, nga njëra anë ndjen afërsi dhe ndjenja për Klodin, dhe nga ana tjetër përballet me tensionin dhe xhelozinë e Londrimit. Ky episod nxjerr në pa komplikuaritetin e marrëdhënieve brenda Big Brother Kosova, ku ndjenjat nuk janë thjesht personale,